Të ndruar shikues dhe ne sigurisht do vazhdojmë me maratonin e informimit për zgjedhjet lokale 2025, duke shfaqur edhe rezultatet në këtë ekranin që shihni prapa me, në secilën komunë me interes për shikuesit. Kuptohet dhe në pjesën tjetër të studios është kolegu Abedin Ismaili, me cilin tani do lidhemi dhe ku do bëhet një analizë dhe gazetar pra rreth procesit zgjedhor. Abedin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Abdel. Po, mendoj se mund të vazhdoni tash në pjesën tjetër. Gjithsesi, mirëmbrëma nderuar shikues, mirë se po takohemi në natën finale të ditës më demokratike në praktik, pra sot ka qenë ditë e zgjedhjeve, ditë ku ju, pra me vullnetin tuaj të lirë, keni vendosur se kush do t'jenë prijesit apo udhëhecit tuaj në komunat tuaja. Prandaj ne sonte do të kemi një maraton analitike, do të ketë një transmetim të drejt për drejt të dinamizimit dhe raportim se si ka vijuar procesi zgjedhor në këtë ditë të sotshme. Megjithatë në panelin pra kemi organizuar 2 panele për mbrëmjen e sotshme, nga kjo ju informojmë që do të jemi në lidhje të drejt për drejt deri në orat e vona të mesnatës, me çka ne do të diskutojmë, pra do të bëjmë një analizë politike, do të sjellim komente profesionale gjithëpërfshirëse, ku së bashku me kolegun Avdi Bakiu nga këndi tjetër do të lidhemi drejt për drejt edhe nga shtabet e partive politike, nga selia e Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe për të dëgjuar realitetin në kohë reale, pra ajo çfarë ndodh në opinion publik. Tani kam nderin dhe kënaqësinë që të prezantoj edhe 3 panelistët me cilët po e fillojmë dhe po e hapim diskutimin në këtë maraton analitike për zgjedhjet lokale 2025. Të ftuar është profesori dhe analisti politik Abil Bausha, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, kënaqësi t'ju kemi në studio. Është bashkë me ne edhe gazetarja dhe redaktoria Teuta Buçi, mirëmbrëma zonja Buçi, mirë se erdhët, kënaqësi t'ju kemi në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe afër meje çndron edhe analisti politik dhe politologu Xhenor Iseni, mirë se erdhët zoti Iseni, kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit shumë Abedin, faleminderit për ftesën. Kështu, po e fillojmë me ju, Teuta, si gazetare dhe redaktore që është e pamundur të ikin ngjarjet ose zhvillimet përgjatë gjithë fushatës, edhe pse në këto zgjedhje lokale, pra ngjajshëm sikurse ne dhe opinioni publik ka qenë informuar se është zhvilluar një parafushat para se të hyjmë në fushatën zyrtare. Megjithatë, nga prizmi juaj që keni ndjek ngjarjet politike që para fushatës, si vlerësoni, si ka ecur kjo fushatë e zgjedhjeve lokale? Dallon diçka nga fushatat e zgjedhjeve të kaluara ta zëm 4 vite më para të vitit 2021, apo pothuajse është e ngjashme? Pyetje më konkrete, çka mendon Teuta në këto zgjedhje lokale? Ka pasur ofertë apo ka pasur vetëm përplasje politike mes kandidatëve? Pra, si që se këtë edhe ju, kemi pasur një fushat shumë intenzive, cila ka filluar të pak të një muaj para fillimit zyrtar të fushatës zgjedhore sipas afateve të KSZ-s. Ka qenë një fushat intenzive, por që nuk ka dallu shumë nga fushatat e kaluara, pra edhe në këtë fushat nuk kemi pasur programe përmbajtësore apo prezantim të projekteve apo vizioneve me të cilat kandidatët kanë prezantuar projektet e tyre para qytetarëve. Por më shumë ka pasur gara, fushata është fokusuar te gara mes kandidatëve dhe jo tek ajo se çfarë ofrojnë ata për qytetarët, pra kemi pasur më shumë fjalime që i është drejtuar oponenteve politik dhe hapësira pothuajse nuk është shfrytzuar fare, ose është shfrytzuar shumë pak për të prezantuar vizione dhe platforma politike dhe për të bindur qytetarët të votojnë një apo subjektin tjetër. Do të thonë, është një fushat që përsëritet çdo ditë, nuk kemi, më falni, çdo zgjedhje, po nuk ka pasur diçka risi pozitive, nuk ka pasur vizion, nuk ka qenë përmbajtësore, ka pasur më tepër demagogji, nacionalizma dhe fjalime dhe premtime boshe. Shpesh herë ka pasur edhe premtime shumë të parealizueshme për komunat shqiptare, ku e dim se komunat shqiptare, domethënë, ka mungesë të elemente të
kushteve thelpsore për jetë dhe atyre ju janë prezentuar projekte të parealizueshme të paktën për 4 vite të ardhshme. Dakor. Kur jemi në këtë drejtim, ne natyrisht që derisa të kemi edhe rezultatet e para nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, do duhet të komentojmë, diskutojmë dhe analizojmë procesin se si ka vijuar e tërë fushata, sepse ka vetëm gjysore për kur janë mbyllur vendvotimet. Zoti Bausha, a e përmbushët obligimin tuaj qytetar? Absolutisht po, unë dola votova dhe përfundova që duhet të aprovoj si qytetar. Edhe pse kam qenë, të jemi sinqer, kam qenë dilemë, a do duhet dalë votoj ose jo, për arsyet që e tha edhe të uta, në një mungesë të ofertave të kenë një farloj kualitetit të cilën ti mundesh të gjesh vetën tënde. Për fat të keq, patëm një fushat, të themi kështu, më shumë politike në aspektin e vizioneve personale ndërmjet njerëzve. Unë e thamë edhe këtë, arritëm që fillojmë të bëjmë edhe reciklimin e politikanëve në këto zgjedhjet lokale. Nëse ishte njëjta në 2021, 2025, përsëri në ndodhe njëjta. Sikur se bëjmë një farloj reciklimi politik edhe përsëri rikthehemi nga ajo të cilën do duhet të jetë një farloj strategjie për të ardhmen. Oferta në këto zgjedhje lokale ka qenë e zymt. T'jemi të realt, për arsye se e para, nëse është e mira të themi u danë dy tabore politike të shqiptarë, të Maqedonesit nuk ekziston të kjo, por ama nuk ishte llojshmëri të ofertave. Në një proces ku kemi zgjedhje të parit të komunës, të vendit ku jeton ti, ku do duhet ta dije se çfarë janë kërkesat, nevojat e qytetarëve të vetë komunës, do duhet të kemi një farë laramani të kërkesa dhe oferta. Dhe gjithë kjo u shndrua si një arenë ku do duhet të ju paraprim proceseve tjera. Do me thonë, zgjedhjet lokale unë i perceptova si një proces ku ju paraprin ndoshta ndryshimeve të cilat mund të ndodhin shpejt, kështu do ta them. Por ama ajo që ishte e vërteta nuk pash, do me thonë një platformë ku do duhet të paraqiten njerëz të ri, do me thonë të paraqiten procese inovative, të paraqiten zgjedhje të njerëzve edhe të platformave ku do të shifen, ku do të gjej njerëzit vetën e tyre dhe të rregullojnë atë pjesën. Megjithatë ka pasur përjashtime, ta zonë nëse marrim për shembull komunën e Sarajit, që në garë kanë qenë dy prurje të reja, një freskim i skenës politike me dy figura që janë krejtësisht... Përjashtim ka pas, desha ta përmendi këtë fakt, edhe a e shifni se sa në mënyrë dhe relaksuese shkoj gjithë procesit zgjedhor në komunën e Sarajit. Ishte madje një fushat me një fushat pak ma moderne, ma modeste, dy figura të reja, tash ne nuk mund t'i gjykojmë tash ato për rezultatet që t'i bëjnë tarmën, mirë po për atë që thash reciklimi i këtive politikanëve. Basa dhe ju lejoj, sepse hesha zgjedhore ka përfunduar. Jo, ka përfunduar, absolutisht po, për atë mund reciklimi, tash Gjenuri do të më thojë pse ti tash këtë e thotë reciklimin politik, po. Si term si i vrasht t'inglan. Po jo, dëgjum çdo gjë, dëgjum edhe për ekonominë cirkulare, për reciklimin e mbetjeve, gjëra, ama asnjë nuk e dëgjum se këtu reciklojnë edhe politikanët. Më thonë, kjo transferohet në atë fazë. Më thonë, ne e bëjmë këtë për të prit, më thonë, një pritje që mund të ndodhe tutje. E tash, pjesa ime është më shumë ekonomike, këtë pjesën politike. Po, është edhe sferë që është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe jetike, pra katalizator për zhvillim, natyrisht që është edhe ekonomia. Po nuk pa, më thonë, unë nuk pash rezultate, më thonë, nuk pash qëllimet sakta, se kjo mund të bëhet kështu edhe kjo pritet bëhet të ardhmen. Më thonë një farloj, më thonë, prapë do të qëndrojnë atë reciklim politik. Okej. Zoti Iseni, ku votuat, në Haraqin apo në qytetin e Shkupit? Dhe dalja juaj në vend votimin ku keni qenë, ku do të na tregoni, ka qenë me vullnet të plot, me ze keni pritur këtë ditë, apo ka qenë një dalje prej zorit sa për ta përmbushur obligimin qytetar? Unë gjithë kam qenë idhëtarja asaj që çdo qytetar pavarësisht është i kënaqur apo jo duhet të jap mendimin e vet, domethënë në kutinë e votimit dhe që kur kam drejt vote, asnjëherë nuk e kam, nuk e kam lënë pas. Çdo herë kam shfrytzuar atë drejt vote edhe e kam shfrytzuar edhe më sot dhe
njeri duhet të përgëzoj edhe gjithë qytetarët që sot ata e kanë kalu testin e demokracisë, pa ndonjë incident të madh të theksuar dhe uroj që edhe tani politikanët, tani më ora 8 besoj që do të kemi edhe preset e para, ta kalojnë edhe testin e kulturës politike. Pavarësisht se qytetarët kënë e kanë votuar, duhet njëri tabor të ketë fituar taborit tjetër, t'ja zas dorën taborit tjetër dhe t'i pranojnë rezultatet ashtu siç ka folur qytetari në kutitë e votimit dhe uroj që ashtu dhe mos përsërisim, domethënë mos të kemi repriza të preseve para 4 viteve, kur humë si gjerë ka gjetë justifikime, alibe e tjere, vetëm e vetëm që të justifikoj humjen dhe unë mendoj që pjekuria e votuesve është rritur në atë nivel sa që edhe politikanët duhet, domethënë, të marrin shembullin e votuesve dhe të piqen politikisht. Duke pasur parasysh me që e komentuam edhe fushatën edhe nisë e tjerë, në ditën e parë fushatës u mendua se kjo fushatë do të shojë kogja ashpër, me fjallore kogja të ulta, si që kemi qenë, domethënë ishim dëshmitar të dëgjojmë si Lepoje, Zagare, plus kishte edhe domethënë fjalë kogja të rënda edhe akuza për vrasje e tjerë, dhe kjo është jashtë çdo logjike, dhe sepse kjo ndikon automatikisht edhe te aktivisti më i thjeshtë. Për fatë të mirë, disa kandidate amortizuan këto fjalime dhe nuk u panë, s'pak unë nuk i pash gjatë fushatës dhe konkretisht Mirë po në dyja konventat promovuese fillestare e njëjta gjuhë ishte e pranishme. Do me thonë gjuhë kogja i ullët, gjuhë e rrugës, kisha thonë, që nuk ishte e hishme, s'pak, por me vazhdimin e fushatës, pak u amortizu ki fjallor dhe është mirë, sepse A mbase shpenzuan energjin para kohë, apo çka ndikojnë? Po edhe shpenzuan energjin para kohë, ndoshta po. Revoltën. Po, nuk e pranojmë edhe më duket edhe ata e kuptuan këtë mesazh. E morën leksionin. Po edhe pakës e përmirësuan, domethënë atë narrativ, atë vokabular. Ajo që dua të them se që të dy koalicionet gjatë kësaj fushate ishin kogja të mobilizuar. Domethënë shihnim tubime kogja masive, me qka edhe kryojshin një farë lloj, në fakt mundoheshin të kryojshin një farë lloj avantazhi psikologjik si njëra anë, po ashtu edhe tjetra që është shumë legjitime, kishim domethënë edhe në përplasje mes aktivistëve edhe në rrjetet sociale, po ajo që është më e rëndësishme është se qytetari i thjesht e ka kuptuar se nuk duhet të grinden me aktivisti njërës partime tjetër, nuk duhet të grinden për shkak mendimeve ndryshe. Akrobacionet që kanë ndodhur në kaluarën, akrobacionet gati se fantashkencë, ndoshta do të ishte për ndonjë shtet tjetër që sikur që ndodhen te na, ka bërë të mundur që qytetari në këtë rast ndoshta ka mendim ndryshe, por e respekton, domethënë respekton votuesin e palës tjetër, sepse unë shpesh them, por edhe gjatë fushatës e kam thënë, nesër, qysh nesër, numri 4 ndoshta mund të bëhet numri 7, edhe numri 7 mund të bëhet numri 4. Pra nuk duhet me u befasu. Te ne çfarë ndodh, nuk ndodh askush, kështu që nuk befasohet. Janë thyë ato barrierat ose tabut. Vazhdojmë, zonja Buçi, me juve deshet me herët të replikoni, apo të vazhdojmë me pyetjet e radhës? Desha të ndërlidhem me profesorin rreth fushatës, pra këtë herë fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale ka rastisur të jetë me atë në Kosovë, ku kemi pasur një fushat shumë kreative, të paktët në mesin e kandidatëve për kryetar të komunës Prishtinës, të cilët i kemi pa në një version shumë original dhe shumë kreativ, gjë që edhe këtë herë ka munguar te fushata jonë, pra në Maqedoninë e Veriut. Mbase këtu të ndërpres, sepse nga panelet që kam dëgjuar, kemi vërejtur që analistët nga Kosova kanë komplimentuar në konotacion pozitiv fushatën e kryetarëve apo kandidatëve për kryetar në Maqedoninë e Veriut, ndërkaq kam dëgjuar edhe më herët që prej neve këtu, prej Maqedonisë më tepër kanë simpatizuar apo kanë komente pozitive për fushatën atje. Ndodh vetëm për shkak të ndryshimit ose narrativës që ndodh, apo është fakt përmbajtësor që atje fushata është më energjike, më aktive?
Nëse ke fjallën për cilën komuna konkretisht mendon, ke fjallën për kryeqytetin? Konkretisht për komunën e Prishtinës, ku mendoj se ka qenë një fushat shumë e relaksuar dhe kandidatët janë munduar që të afrohen edhe me të rritë, gjë që mungon shumë të platformat politike të partive tona. Vetëmja gjë që i ka dhënë pak ngjyrët garës zgjedhore këtu ka qenë pra paraqitja e kandidatëve të pavarur që janë në garë serioze pra për të fituar komunën në Strug dhe në Gostivar dhe po ashtu kandidatët që janë më të ri në mosh. Kjo ka qenë gjëja më pozitive dhe më ndryshe e kësaj fushatës. Pjesa tjetër ka qenë, mund të themi, përsëritje e zgjedhjeve të kaluara. Atë që me thotë profesori Riciklim. Zoti Bausha, çka mendoni në këtë drejtim? A dini si? Jo, është çështja po ta shtrim një pyetje pak për ta hapur më tutje edhe diskutimin. Ne pavarësisht asaj ka mendime ndryshme për sa i përket që fushata filloi pra me një sens negativ, pra që i irritoi masën dhe e morën përgjigjen e duhur, që pasaj natyrisht ndryshoi edhe procesin vjem. Po pavarësisht nëse si e vlerësoj fushatën si pozitive ose agresive, a ka pasur ndikim kjo fushat në këtë zgjedhje lokale në mobilizimin e qytetarëve? Për një gjë të ne ndryshon kjo pjesa e mobilizimit të qytetarëve. Unë kam pas rastin ndjek shumë cikle zgjedhore edhe kam punuar edhe një punim për pjesën e marketingut politik për këtë punë dhe mu ka duk një ndër fushatët e cila ka qenë në shiqim parë, në perceptimin e parë ka qenë se do t'jetë jashtëzakonisht shumë e ashpër, do t'jetë jashtëzakonisht shumë agresive, por në fund e pam se ndoshta se përmendjet të uta shumë në fillim filloi shoqata ndoshta u lodhen në rrugë edhe filluan të ndalen këtë, por tash do ta zbres pa këtë punën e bisedës. A keni pasë se nuk ka shtabe zgjedhore këtë? Nuk kemi pas shtabe në për mahalla. Do thonë si përpara, do të thonë. E dy gjenurit, do më thonë 2018, 2017. Do më thonë, nuk ka pas, jo për në për rrugë ka pas, në për vende, nuk ka pas shtabe. E dini pse, për arsye se për para ndoshta kemi pas një subjekt të fort politik shqiptar dhe të tjerë, do më thonë, kanë qenë ato të cilat janë bashkangjitë këtij procesi zgjedhor. Tash kemi dy konkurrentë të fort, e para, edhe e dyta kemi një konkurrent e cili është jashtëzakonisht shumë i fort në pjesën Maqedonë dhe bën një fushatë e cila është jashtëzakonisht shumë agresive. Do thonë, kur tham agresive, nuk e ka këtë fushatë, kryeministri i vendit nuk ka bë fushatë për zgjedhjet lokale. Do thonë, ai nuk e ka bë këtë, edhe pse ka pas kreditin hungarez, edhe pse ka dhënë para, edhe pse ndërtohet çdo vend për këtë punë. Por ama ai ka bë një fushatë komplet tjetër, ka bë. Nga ana tjetër, këto kushtimisht tham partitë politike nga bloku shqiptar kanë bërë një fushat në të cilën janë munduar të ballafaqohen me këtë politikën tjetër, kjo perceptimi im, do thonë. Kjo pjesa e aleancës kombëtare politike ndoshta edhe haptazi ka munduar të ballafaqohet me atë politikë, e kjo pjesa e Vlenit janë munduar edhe këto të ballafaqohen me këtë pjesën politike të atij. Pastaj nga ajo më shumë ka pas tendenca për neutralizim. Edhe këtu kur hapen këto frontet, fillojnë edhe vet aktivistët, edhe vet fushata fillon të bëhet të transferohet në një farë lodhje. Edhe një punë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, njerëz do ta themi edhe përgjithmonë, neve na nevojitet jashtëzakonisht një politikbërje e re. Politikbërje e re me koncepte të reja. Atë që e përmendëm. I pam disa politikanë në Maqedoni të cilët filluan të nxisin një farë lloj kurreshti edhe të gjithë të tjerët. Por kjo ishte në një minimum shumë pak. Shumë pak këtë kemi ndi. Për atë ta flasim me punën e Kosovës. Një kampanjë moderne, për shembull, nëse në Ferizaj ka fituar vetëvendosje në zgjedhje parlamentare, bindshëm fiton kandidati i PDK-s. Sepse bëhet fjalë për kandidatin e vendit tyre. Edhe ai din nevojat edhe kërkesat të vetë qytetarit vet. Se kush mund t'i realizojë. Te ne këtu, unë e tham këtë me plot bindje. Ne kemi kryetar të komunës që nuk i din as ingerencat për kryetar komunet, për të qenë pjesë e kryetar të komunës, as nuk i din nevojat edhe kërkesat të vetë komunës. Nuk e din. E dini me çka jam ballafaqur për shembull gjatë kampanjës kur i shifnja pjesën e buxhetit. Ai transferona pak te pjesa ime pak. Më thonë,
bëhet sillet një buxhet, shkohet në biron për prokurime publike me një plan, edhe në fund në Open Finance komplet tjetër ke. Dhe thonë edhe kjo nuk i shqetëson kërkan. Dhe ti nuk ke asë një procent, nuk ndryshon ku gjonë komunat shqiptare. Kryesisht e komunat shqiptare, thamë. Dhe kjo është puna në cilën duhesh të kandidatët gjatë fushatës të jenë pak ma strikt. Dhe thonë, foleshte për projekte zakonisht shumë mëdhaja, asë njëri nuk e ka një ingerencë. Kjo ishte qesharake. Dhe mungesë e planifikimit buxhetor. Edhe po e flasim, kemi tash në rrjetet sociale, kemi inteligencë artificiale, kemi njohuri, kemi të rinj të cilët jashtëzakonisht shumë i dinë informatat. Edhe për atë ka pas shterje më të vogël të daljeve në këto tubimet e tjera. Dhe mirë, ato fillun të bëjnë një farë guerilla marketing, të gjithë kandidatët shkojnin mahall, se përpara ishte mahalla krijonte vetë. E di atë shtabin e vetë, edhe ai i pari dilte në shesh, am tash e kundërta ndodhi. Edhe shpresojmë që kjo të vazhdojë kështu, që pak të vëdison edhe kandidatët të cilët reciklohen. Okej. Po, në këtë drejtim, Gjenur, a mendon që ekziston pjekuria e duhur politike ose vetdia e nevojshme të ndryshe tek votuesit në Maqedoninë e Veriut për të votuar të përgjedhur një kandidat të pavarur. Abili mori një paralele krahasuese me atë komunën e Ferizajt, po megjithatë ekziston edhe komuna e Drenasit ku ka fituar një kandidat i pavarur ku kundër ka pasur një strukturë të tërpartiake. Në këtë drejtim, a ka gjasa nga parashikimet, prognozat tuaja, ose ato exit pollet që ke përgatit, që ke paralajmëruar se do të përgatitesh, a ka gjasa që në komunat, posaçërisht me fokus të veçantë komunat shqiptare, të fitoj një kandidat i pavarur? Pra, pa e pas logën e partisë, a ekziston mundësia që ai kandidat mundet të jetë fitues i garës? Përvoja na tregon që në Maqedoni ende votuesi nuk është i pjekur të voton një kandidat i pavarur, apo më konkretisht kandidati i pavarur nëse s'ka mbështetje të partisë ka kogja të vështirë të fitoj. Unë realisht në komunën e Gostivarit, për shembull, kandidati i pavarur është zoti Visar Ademi, që uroj këtë kohë një rezultat mirë. Edhe dim që çdo herë ka votues të papërcaktuar dhe rinë pyetja pse ato të papërcaktuarit kur nuk janë të kënaqur me asnjë parti, pse mos ta votojnë një kandidat i pavarur. Arsyeja e mosvotimit, për shembull, këtë fenomen për kandidat e pavarur tregon që në Maqedoni, në kampin politik shqiptar, po ndoshta në atë Maqedonas, por nuk po jo aty, ka vedin ende votues tifos. Domethënë votues që votojnë logon e partisë. Nuk i intereson se cili kandidat është aty, po ato e votojnë partinë edhe me atë kryen atë obligimin si shteti obligimin e kushtetues e tjerë. Por dua ta përmendë një fenomen tjetër që unë mendoj që ka qenë pozitiv gjatë kësaj fushate. Ne e dim se në kaluarën kur kishim zgjedhje lokale dhe kur i shifshim panojat nëpër qytet, mendonim se liderët e partive po kandidojnë për kryetar komune, jo kandidatët. Domethënë kishim liderat vet në panoja dalin, po kishim edhe kandidat për komuna bashkë me liderin panoja, që këtë herë nuk kemi parë. Domethënë edhe kjo është të shqiptarët kemi pasur lideri me Po për atë po them, tash të shqiptarët nuk kemi dhe kjo është diçka pozitive sepse partitë e eksponojnë atë kandidat që e kanë kandiduar për atë kryetar, për atë komunë. Herave tjera ishte domethënë se kandidati disi lideri mundote t'i tregon se unë jam ai, domethënë ti je nën petkun tim, nën ombrellën time dhe ti do të fitosh vetëm me mua. Gjashtë që ndodhë në zgjedhjet parlamentare me deputet. Tani, të të dy palë, domethënë edhe të AKJ dhe të Vlen nuk ka pasur, edhe kandidatë kanë qenë vetë të fotografuar me ato sloganet e të dy partive dhe kjo është, mendoj, gjë pozitive. Mbase është ndoshta edhe faktori që tani kemi bashkimin e shumë partive politike dhe ka ndoshta mosmarrëveshje se kush do të duhet dal lideri, sepse ndyja blloqet edhe në Aleancën Kombëtare për Integrim, edhe në koalicionin Vlen, pra kemi më shumë se një lider. Po cili kandidat do të dilte me liderin e tij atë. Mirë po kjo nuk ka qenë dhe është mirë. Po, zonja Buçi, si e ndjeni në fakt qytetarët si e kanë ndjerë fushatën, ka pasur interesim në këto zgjedhje lokale edhe deri në këtë momente nga ajo që ka dalë si shifër përfundimtare e votuesve në
Maqedonia Veriut në këto zgjedhje lokale. Çka mendon, a ka pasur interesim në këto zgjedhje lokale për zgjedhur kandidatën për kryetar komune? Dhe më thënë, si që ceka edhe më herët fushata ka filluar jo zyrtarisht shumë më herët, ndoshta edhe kjo ka bërë që qytetarët të bezdisen në një farë mënyrë nga aktivitetet partijake që kanë qenë vazhdimisht. Mungu një motivim. Si pas mendimit tim, nga ajo që kam arritur të kuptoj në disponimin e qytetarëve, dhe më thënë ka pasur një mos interesim rreth asaj se kur mbahen zgjedhjet ose kush janë kandidatët, kush janë kandidatët për këshilla komunal, pra kishim edhe një anket në media ku në Gostivar, pra shumica e qytetarëve nuk dinë se kush është, cilët janë kandidatët për kryetar komune, pra mendoj se ka pasur një mos interesim. Personalisht mendoj se në këto zgjedhje qytetarët kanë më pak pritshmëri për atë se kush do t'i fiton zgjedhjet. Pra nuk ka pritshmëri siç ka pasur në zgjedhjet e kaluara ku çdo herë kam pritur që të fitoj një opsion më i mirë, të ndrohet pushteti, të ndrohen politikat. Mendoj se në këto zgjedhje kjo ka qenë e zbehur. Ofertat politike kanë lënë shumë për të dëshiruar dhe kandidatët nuk kanë arritur që të deportojnë tek votuesit e papërcaktuar që janë shumë në numër. Pra nga ajo që sipas dhënave të KSZ-s dalja është aty, domethënë sikurse në ciklet e tjera zgjedhore, pra mund të themi se kanë dalur të votojnë kryesisht strukturat partijake, aktivistët, pra ato që ka një bindje politike për një parti ose për tjetër, po prap nuk po arrin që të deportojnë votuesin e papërcaktuar. Dakor, profesor, si mendonim nga ajo hapësirë cilën e keni pasur edhe për ta ndjekur fushatën dhe për dëgjuar për programet apo platformat, ku shumicës së kandidatëve do thotë ditët e fundit para se të mbyllet fushata arritën edhe të kompletojnë platformat e tyre, po nga aspekti atë cilën e keni edhe të fushës tuaj nga aspekti ekonomik, në cilat komuna keni vlerësuar se kandidatët kanë plan program ose platform të realizueshme në praktik nga aspekti i investimeve ekonomike, sepse nga gjithë kandidatët që kemi pasur në këtë studio u kemi parashtruar pyetje të ngjashme që pjesa jetike, do thotë përpos elementeve bazike të cilat përmendi teutat që mungojnë, pra çështjet e ujit, kanalizimit, urbanizmit, infrastrukturës, kemi parashtruar pyetje se cili është hapi ose plani për të shkaktuar një zhvillim ekonomik, sepse e dim që komunat shqiptare mbase kanë pësuar një diskriminim të dyfisht. Dhe në këtë drejtim, a ka pasur ndonjë ofertë konkrete që është e bazuar në diçka të hartuar që është e realizueshme, pra që është e materializueshme në praktik. Çka mund veçoni, cilat prej komunave shqiptare mendoni që kanë pasur në garë kandidat që do të mund të nxjisnin zhvillim ekonomik? Kështu, është pyetja zakonisht shumë e mirë edhe gjatë gjithë periudhës kohore e shifnja sa mund të kenë një farë lloj qëndrueshmëri ekonomike çdo komunë. Për fat të keq, për 80 komunave atë sa kemi në Maqedoni, deri tash, domethënë në aspektin e zhvillimit rajonal të komunave etj, domethënë përveç disa komuna, kur tham disa, domethënë sa gishtat me i numëru, që kanë një farlloj vetë qëndrueshmëri, domethënë qëndrueshmëria të ketë vetë komuna, vetë jetë stabile, të tjerat nuk janë stabile, domethënë. Edhe tash çka është interesant te komunat, të asnjë kandidat i komunave nuk ke pas një farlloj programi ose një farlloj qëllimi strategjik që të bashkëpunon me një komunë tjetër. A flasim për mbetorinat apo në pjesën e Pollogut? A ndëgjove kandidatët përveç Visarit, përveç Visarit, si kandidat i pavarur, a ndëgjove kandidat tjetër se si do të gjejnë zgjidhje për mbetorinat në atë Rusin ose i kështemin ajo vetë. Si do ta bëjnë këtë? A ndëgjuat, se si komuna e Raqinës me komunën e Likovës, ku ka një problem jashtëzakonisht madh me deponin, do të mundin bashk të bëjnë një projekt që këtë problem ta zgjidhin. Do të thonë bashk. Se shive, kur garanti për fonde bashk, i bashkon edhe administratën edhe potencialin tënd brenda komunës edhe realizon projekte.
Edhe nuk mundesh... Më duhet më falni, Po, të okay. ndërpres në pjesën tjetër të studios këto momente, për shkak se kemi preskonferencën e parë pas mbylljes kutive pra të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të cilën ftoj ta ndjekim, pastaj do e komentojmë në pjesën tjetër të studios. Ta ndjekim. 41%, Çair 51, presje 27%, Shutorizari 35, presje 33%. Ndërsa sa i përket komunave tjera në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dalja deri ora 18:30 ka qenë 46, presje 65%. Në nivel të komunave, Araqin 48, presje 21%, Berov 57, presje 78%, Manastir 25, presje 76%, Bogdanci 59, presje 78%, Bogovin 36, presje 40%, Bosilov 27, presje 87%, Bërvenic 23, presje 81%, Valandov 57, presje 88%, Vasilev 51, presje 18%, Vefçani 69, presje 78%, Veles 20, presje 0,6%, Vinic 25, presje 38%, Vrapçisht 24, presje 41%, Gjevgjeli 55, presje 12%, Gostivar 32, presje 38%, Gracko 56, presje 0,8%, Dibër 39, presje 63%, Debarc 62, presje 0,4%, Delqev 50, presje 81%, Demir Kapi 66, presje 51%, Demir Hisar 58, presje 14%, Dojran 72, presje 44%, Dolneni 53, presje 97%, Zhelin 20, presje 28%, Zelenikov 59, presje 84%, Zërnovci 50, presje 20%, Ilinden 51, presje 99%, Jegunovc 25, presje 95%, Kavadarci 53, presje 33%, Karbinci 62, presje 0,2%, Kërçov 55, presje 0,9%, Konçe 66, presje 0,3%, Koçani 21, presje 31%, Kratov 55, presje 65%, Kriva Palank 63, presje 53%, Krivo Gashtani 63, presje 34%, Krushev 65, presje 60%, Kumanov 24, presje 84%, Lipkov 39, presje 40%, Lozov 71, presje 98%, Mavrov dhe Rostush 28, presje 58%, Makedonska Kamenic 52, presje 55%, Makedonski Brod 67, presje 49%, Mogil 69, presje 0,4%, Negotin 54, presje 31%, Novaci 73, presje 70%, Novosel 24, presje 0,5%, Ohër 28, presje 23%, Petrovec 54, presje 22%, Pehqev 59, presje 60%, Plasnic 35, presje 54%, Prilep 25, presje 34%, Probishtip 65, presje 75%, Radovish 39, presje 28%. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve po i publikon rezultatet e daljes në zgjedhje deri në orën 18:30, por për t'i pasur gjithë komunat, do të thotë me shumicë shqiptare, ku edhe garojnë kandidatë shqiptar, unë ftoj regjin që të kemi këtu prapamet shfaqet komune e Çajirit, dhe nëse nuk e kap kamera më mirë, do dalë pjesën e fundit të ekranit. Ju lutem komunën e Çajirit regjia që të shohim sa është dalja në këto zgjedhje lokale deri në ora 18:30. Atëherë nuk di nëse tani në këto momente nuk kam shifra për të bërë një krahasim, por mendoj se në pjesën tjetër studio sigurisht do e komentojnë këtë rezultat dhe do të thotë deri në ora 18:30 KSZ ka publikuar dhënat dhe në komunën e Çajirit ka ndalur 51,47% të votuesve.
që i bjen nga 58.458 votues gjithsej, 29.992 kanë shfryzuar të drejtën e tyre të votës. Atëherë, kalim në komunën tjetër, në komunën e Sarajit, për të parë se si qëndron atje dalja në votime deri në orën 18:30. Duket se komuna e Sarajit do thotë po prin të drejtim, diku 55.20% e qytetarëve e kanë shprehur të drejtën e tyre të votës. Nga gjithsej 34.341 persona me të drejtë vote, 18.927 e kanë shfryzuar të drejtën e tyre të votës. Regjia, ju lutem jepni komunën e Haraqinës. Deri këto momente, komuna e Sarajit do thotë ka thyer rekord, nëse mund të them. Atëherë, në komunën e Haraqinës, 48.21% e gjithë votuesve kanë dalur që të shprehin të drejtën e tyre të votës. Haraqina ka 10.584 votues gjithsej, ndërsa 5.075 kanë votuar sot. Le të kalojmë në komunën e Studenishani përpara atje si është gjendja. Këto janë, do të thotë, rezultatet deri në ora 18:30, pra 43.85% kanë shfryzuar të drejtën e tyre të votës. Komuna e Studenishani në total ka 17.946 votues, prej tyre 7.760 sipas dhënave të KSZ-s deri në orën 18:30 kanë shfryzuar të drejtën e tyre të votës. Nëse mund të kalojmë në komunën e Tetovës përpara si është dalja atje, 46.76%. Pra 39.875 persona kanë votuar sot. Tani, në Gostivari duket të jetë shumë dobët, dalja është 32.38%. Pra 26.819 persona kanë votuar sot deri në orën 18:30. Nuk di nëse kjo shifër mund të ndryshojë kur kemi dhënat e KSZ-s pra për daljen deri në mbylljen e kutive në orën 19. Komuna e Zhelinës, nëse do shkoja pra gjithë komunat me radhë, 20.48%, 10.408 persona kanë votuar sot në zgjedhjet lokale. Gjithmonë sipas rezultateve deri në orën 18:30. Shkojmë tek komuna e Arcës. 21.46% kanë votuar, pra 9.404 persona. Në Bogovin, edhe Bogovina duket të jetë me rezultat shumë dobët, do të thotë, të daljes në votime ashtu si komuna e Gostivarit, 36.40%, 10.581 persona kanë shfryzuar drejtën e tyre të votës. Shkojmë në Vrapçisht përpara si është gjendja atje. E tani nuk di kjo si mund të komentohet. Rezultati është 24.41% kanë dalë votime, pra nga 27.262 votues ka gjithsej kjo komunë, 6.651, vetëm 6.651 e kanë shfryzuar të drejtën e tyre të votës. Shkojmë në komunën e Bërvenicës. 23.81%, 70.073 persona kanë votuar. Nëse mund ta kemi tani Strugën. Struga 39.53% e struganëve kanë votuar në këto zgjedhje lokale, rezultatet deri në orën 18:30. Dhe nga gjithsej, do të thotë 62.711 votues, 24.766 kanë shfryzuar drejtën e tyre të votës. Shkojmë komunën e Kërçovës, 49.01%, 24.977 vota kemi në Kërçovë. Në Dibër, ju lutem,
Dibra 39.63%, 7.825 votuese kanë shfrytzuar të drejtën për të dalur dhe për të zgjedhur njërin nga kandidatët si kryetar komune. Dhe në fund të shohim edhe Likovën, që të kalojmë pastaj në pjesën tjetër të studios. Pra Likova 39.40%, 10.377 persona ka shfrytzuar drejtën e tyre të votës nga gjithsej 26.362. Këto janë rezultatet e Komisionit Shtetëror Zgjedhjeve deri në orën 18:30. Me siguri do kemi rezultatet të reja, pra deri për daljen e votuesve deri në orën 19 dhe tani Abidin mendoj i kemi gjitha rezultatet deri në këtë moment. Ju mund të vazhdoni debatin pjesën tjetër studios. Dakord, Avdi, faleminderit. Në ndërkohë ne po vazhdojmë me ju. Profesor vazhduat, pra e kishit fjalët dhe sa diskutonin për fushatën, po me që morëm të dhënat e fundit për sa i përket daljes së qytetarëve, në mesin e pyetjeve ishte çështja që sa ka ndikuar kjo fushatë agresive apo pozitive në mobilizimin e qytetarëve. Nga dhënat që dëgjuam nga Avdiu, pam që ka komuna në të cilat është arritur cenzusi, ka mesin e tyre, pra ishte komuna e Sarajit me 55% që kanë dalë, pra komuna me numrin më të madh të daljes, me daljen më masive deri në këto momente, ndërkaq ajo që është në kontradikt me komunën e Sarajit, pra është komuna e Vrapçishtit me vetëm 24% dhe komuna e Gosivarit që është në prag të përmbushjes së cenzusit. Nga prizmi juaj, çka vlerësoni, çka ka ndikuar që në komunën e Sarajit 55%, në komunën e Çajirit 50%, ndërkaq në komuna tjera ka ekzistuar rreziku për kalimin e pragut, flasim për komunën e Gosivarit dhe atë Vrapçishtit. Për komunën e Çajirit ka ndikuar, për mendimin tem, ka ndikuar më shumë polarizimi dy kandidatëve të fortë. Do të thonë ka pas dy kandidatë të cilët kanë pas një background politik të fortë, edhe kanë arritur të mobilizojnë qytetarët sepse u bë kjo një farlloj fushat personale ndërmjet dy kandidatëve. Kur tham personale, jo se kishte ndonjë urrejtje personale, por e vendosën këtë punën, vendosën fokusin e vetë, e vendosën në komunën e Çajirit, dhe ka të bëjë me kandidatë jashtëzakonisht shumë të fortë politikisht. Dhe kjo bëri që këtu të mobilizohet masë e madhe e kandidatëve. Këtë e shoh se e pash një krahasim 2021 ka pas në Çajir 44%. Më thënë dalje 24%, atash kemi 51%. Te Çajiri e kundërta. Te Çajiri kemi kandidat të ri, edhe kemi kandidat me perspektivë. Te Saraj, falni. Te Saraj kemi kandidat të ri, kandidat me perspektivë dhe kandidat të cilët gjatë gjithë kohët ishin mobil në fushat. Më thonë, jashtëzakonisht një vend më i madh, nuk ose Çajiri 3.4 km/orë, dhe aty këtu do të gjindeshin këtu ishte një territor pak më i madh, absolutisht po, edhe ato kanë lëvizur shumë nëpër fshatra dhe kanë arritur të mobilizojnë, edhe fundit janë një prurje të reja për të dy bloqet dhe këtu kanë arritur. E tash, nëse i shohim të kundërtën në Vrapçisht, ai shifni, kandidati i fortë se nuk sjell çdo herë, ose nëse thuhet se dy parti politike bashkohen afër edhe këtu, edhe në Gostivar, edhe rasti Gostivarit, na tregon se kjo nuk do me thonë çdo herë se mund të ketë, do me thonë, mobilizim të madh për qytetarët. Duke ditur se do të humbin qytetarët, unë këtë kështu e mendoj, pala tjetër nuk ka dalë të votojë, sepse ndoshta e bën një farlloj, e shitën një farlloj një farlloj avantazhe psikologjike. Po, e shitën këtë si avantazh psikologjik se ne këtu fitojmë pas një farlloj problemi. Perceptimi ka qenë i tillë dhe qytetarë kanë ngel, që nuk ka ndodhur në Çajir ose në Saraj ose për shembull në Tetov, nuk ndodh kjo. Do thonë që shumë interesant numrat janë se si lëvizin. Për atë arsye është kjo puna edhe ajo glorifikimi ose bashkimi i shumë njerëzve me një vend e sjell atë që revoltën që pjesa tjetër edhe të ndëshkon. Kjo është mendimi jam. Dakor, po. Kështu nga perceptimi. Realisht. Gjenor, këtu nga këto rezultate që me dhe morëm, a mund të flitet sipas prizmit tuaj, kuptohet që mund të ketë ndonjë bojkot nga partitë që përbëjnë koalicionin Aleancë Kombëtare? Po me mendime, domethënë këtë. Jo, po parashtroj pyetje, po, ndërkaq mendimet tuaja do t'i dëgjojmë bashkërisht ne dhe publiku. A mund të flitet për bojkot nga partitë e koalicionit në komunën e Gostivarit? Kur jemi Gostivar dhe në Vrapçisht, është më se e vërtetë se gjithë, domethënë, këtë avantazhin psikologjik që e përmendëm, edhe percepcionin e opinionit. Gjithë kanë qenë të sigurt se
Gostivari edhe Vapqishi kanë qenë të betonuar për Akin, konkretisht për zotin Taravari. Edhe kjo ka krijuar një farë lloj heshje të votues të opozitës, veç më fituesi, po dihet edhe as pak nuk do të dalë në zgjedhje. Por tash kthehemi te kjo, unë çfarë desha të them ti e the më para, që unë vetëm e shtrova si pyetjas, që në Gostivar mund të duke pas parasysh këtë përqindje kaq të vogël dhe duke u ditë se në zgjedhje parlamentare Bodia fitoi dhe zoti Taravari është sinonim i votave në Gostivar, që ishin shumë ngushtë, dhe tregon vetëm 32%, kjo tregon janë domethënë dy çështje këtu. E para këtë që e përmendën ju që Bodia mund ta ketë bojkotuar kandidatin e zotit Taravari, dhe dyta është që votuesi i ASH-s nuk e ka përbi koalicionin me BD-n. Edhe kjo mund tjetë, edhe ki votuesi i ASH-s nuk ka votu fare, nuk e ka votu as Vlenin. Votuesi i ASH-s e ka pas paktën kandidatin e tyre, por nuk e ka përbi koalicionin me BD-n, do me thonë ta ketë mbështetjen e BD-s në atë komunë, dhe nuk e ka votu as Vlenin, por nuk ka dalë as vetë. A ndodh kjo praktikë se zakonisht mbështetja ka dhe si votues, nuk po them që janë 100% ato. Unë më shumë e shoh opcion si këtë parin, bojkotin e BD-s, por kemi një përqindje të vogël edhe këtë dukuri, do me thonë. Tani Çajirin ta komentojmë. Në Çajir, ndoshta po bëhemi tepërt, se edhe një studio tjetër e thash, është zhvilluar një betejë El Clasico, jargonin sportiv, duke i pas parasysh se sa kandidat fort kanë garu, nuk ishte vetëm vëmendja e opinionit shqiptar, që ishte vëmendja të shtetit. Në me thonë, po që se dikush nga jashtë kish ardhën edhe i kish vëzhgu këtë zgjedhje, kish mendu se vetëm Çajir po mbahen zgjedhjet. Dhe kjo tregon, dhe me thonë, se edhe zoti Izzet Megjiti, po edhe zoti Bujar Osmani e kanë bërë maksimumin në mobilizimin e aktivisteve dhe votuesve të tyre. Dhe kjo, për te i kësaj nuk mund shkull se kjo është rekord, dhe me thonë, deri tash. Rekord i votuesve në Çajir, dhe duke i pasur këtë parasysh, ne dim, gjithë jemi këtu, dhe me thonë, gjedet e kalume, ende pa u bërë ora 7, njëra part feston të këtu, ndërsa tani ende në rrugët e Çajirit mbizoton një farë heshtje, dhe me thonë, ka ndroj. Votuesi i heshtur nuk dihet se ku ka votuar nga të rast, sepse votuesi i heshtur ndoshta para një viti e gjysmë ka qenë përcaktues se kush ka fitu, domethënë Çajiri, ndërsa tash ende nuk e din dhe ende ka, domethënë heshtjen të dy. Po mendon se votuesi i heshtur tash është bë votuesi i zhurmshëm apo? Jo, votuesi i heshtur, por është pasivizuar në tërësi. Po, në tërësi dhe as Bujari, po as zoti Izzet Megjiti nuk kanë parashikim se ki votuesi i heshtur a do të votoj për ta apo jo. Nga mund të pozicionohet. Po, nga mund të pozicionohet, sepse në shumë anketa, do me thonë, mbi 40% në Çajir, ka qenë një dallim shumë i vogël. Ka qenë, do me thonë, votuesit kanë thënë që do të votojnë, mirë po s'kanë tregu se për cilën. Dhe ato bëjnë dallimin dhe për këtë shkak edhe është kjo heshtje. Në Saraj, 55% numër kogja i madh, do shta mund të luajë rol shumë, se janë dy kandidat 3, pa njollat në kaluarën, me perspektiv, dhe kjo kanë nxit edhe ndoshta dhe votues të papërcaktuar dalin në zgjedhje. Tani bashkë jam intriguar se tani me siguri jemi në proces të mbledhjen e numërimit të votave dhe do të ketë ndonjë rezultat. Dhe këto janë ato më pikante dhe më interesante që mund të komentohen. Një për njerë, pa i pa rezultatet, dhe më thonë. Teuta dalja prej 51% në Çajir. A do t'ishte më e lartë nëse kandidatët që garojnë për kryetar komunë në Çajir përballjen e tyre të parë do ta kishin realizuar në një nga televizionet shqiptare, sepse kemi vërejtur nga aktiviteti juaj edhe në rrjetin tuaj social e keni kritikuar fenomenin që dy kandidatë shqiptar, platformat në gjuhën shqipe, në komunën shqiptare 99%, platformën tërësisht programin që kanë hartuar në për popullat shqiptare, pra me një elektorat prej 99% shqiptar, përballjen e parë apo prezantimin e kësaj platforme bën një televizion Maqedonas. A mendon që edhe ky fakt ka ndikuar që komuna e Çajirit të jetë pas komunës së Sarajit? Është vërtet se në këto zgjedhje kanë munguar përballjet mes kandidatëve jo vetëm të komunës së Çajirit, po të shumicës së komunave. Ndoshta pse u ka munguar programi politik dhe
ndoshta kanë shmangur që të përballjen ta bëjnë me argumente jo profesioniste ose Më shumë ka pasur preferenca duke bazuar edhe nga përvoja në këtë studio, më shumë preferenca për intervista ndara se sa përballje, pra ball për ball me kundër kandidatët që garojnë për të njëjtin komunë edhe për të njëjtin qëllim për ta zhvilluar atë komunë. Po, është e vërtet, domethënë shumica kanë refuzuar përballjen me kundër kandidatën e tyre. Nga ana tjetër është e vërtet se komunat më të nxehta në Thojzaj janë komuna e Çajirit dhe komuna e Sarajit ku pritet një garë ku është një garë që rezultati pritet të jetë i ngushtë. Nuk e di se çka ka ndiku në këtë dalje të ulët në komunën e Çajirit, ndoshta dhe mungesa e projekteve, po e përsëris, pra as në komunën e Çajirit nuk ka pasur prezantim të projekteve që do të zgjidhin problemet themelore të qytetarëve, përkundrazi ka pasur premtime shumë jo të parealizueshme, pra të dy kandidatët kanë prezantuar mega projekte, domethënë kanë sjell arkitekt për jashtë, dhe kjo nuk është ajo që ka nevojë Çajiri. Ose mos e besojnë qytetarët se mund të. Çajiri nuk ka nevojë për arkitekt nga jashtë që ta rregullon komunën, kur dihet se problemet me cilat përballet Çajiri janë kanalizimi, është ujësjellsi, është parkingjet dhe mbi të gjitha betoni që që po e ka mbyt, e ka ngulfat komunën, pra ka mungesat të hapësirave të gjelbërta, të parqeve, të cilat gjitha janë shndruar në komplekse banesore, pra dihet se cilat janë probleme dhe problemet nuk kanë ardhur nga mungesa e arkitekteve ose eksperteve të huaj, po nga keq menaxhimi i komunës, pra ndoshta edhe kjo ka ndikuar që dalja qytetarët nuk kanë pritshmëri, pra sepse dihet se projektet me arkitekt që kanë prezantu nuk mund të realizohen në 4 vitet e ardhshme, duke pasur parasysh në çfarë katrahure gjendet kjo komunë. Edhe nga prizmi të qenurit të funksionit që ushtroni aktualisht si redaktore, mendoni që mediat apo televizionet shqiptare nuk kanë kushtet mjaftueshme për të realizuar përballje të kandidatëve, apo ka qenë mungesa e gatishmërisë atyre për të përballur? Unë mendoj se ajo që ka sjell, domethënë, mungesa e refuzimit të kandidatëve për të ardhur në media shqiptare për të përballur, pra është mungesa e transparencës që të cilën ato e kanë gjatë gjithë kohës, jo vetëm në fushat zgjedhore. Domethënë, komunave shqiptare ju mungon transparenca, tash nuk po dua të bëj krahasim me komunat maqedone, po mungoj se kjo është si rezultat i mungesës së transparencës, dhe ndoshta kam menduar se nëse përballen një medium maqedonas do ketë më pak shikueshmëri dhe nuk... Më lehtë do të ikin përgjithësisht apo syrit të publikut. Po, e vërtet. Dakord. Në këtë drejtim çka mendon se cila ka qenë ajo problemi apo ngecja në komunën e Gosivarit që deri në këtë moment janë befasia e këtyre zgjedhjeve dhe komunën e Vrapçishit? Çka ka ndikuar negativisht në demotivimin e qytetarëve të këtyre dy komunave që mos dalin për ta përmbushur obligimin e tyre? Nëse flasim për komunën e Vrapçishtit, përshtypja ime personale është se kryetari aktuali komunës së Vrapçishtit gjatë mandatit 4 vjeçar ka bërë shumë lëvizje politike, pra nga një parti në tjetrën, dhe sipas përshtypjes sime është kjo ka ndikuar në uljen e seriozitetit të kandidatit dhe e paraqet atë si një kandidat që ka luhatje të bindjes politike. Ata do të preferonin ta quhenin fleksibil. Mbase. Votuesi nuk po quhen fleksibil, pra domethënë kjo... Po, është numri, është përgjigje. Kjo është reflektuar te dalja e votuesve, pra përshtypja ime është se kjo ka mund të ndikojë, pra se... Mbase në këtë drejtim, për juve të treve vlen pyetje e njëjtë, a e njihni kundër kandidatin e zotisë Shabani në komunën e Vrapçishit? Gjenor? Personalisht, e keni fjalën? Jo, po ju pyes që a e njihni dhe a keni pa diku në këtë garë? Personalisht jo. Të uta? Jo. Personalisht nuk ka rënë si, domethënë bëhet në aktivitet apo në fushatet, domethënë atë komunën e Vrapçishit. Jo, unë jo. Pse ka ndodhur kjo?
Po ndoshta pse është krijuar kjo farë lloj perceptimi siç thash. Atë që thatë ju Po marrët. edhe personi ka kriju komoditet se unë fitoj dhe gjithçka është kryer me, domethënë me atë koalicionin që e ka bërë dhe ka menduar që fitoren e ka në xhep. Pra, më shumë pas ka qenë kandidat simbolik sa për përmbushur një... Po, qytetarët e thojnë kundërtën, domethënë. Teuta, çka mendon ti? Për çfarë arsyesh kundër kandidati i zotit Hysén Shabani nuk është duke askund në fushat? Sepse kjo natyrisht kontribon pasaj edhe në uljen e motivimit të atij elektoratit të koalicionit vlen që ekziston në komunën e Vrapçishtit dhe pasaj kjo natyrshëm e ulë edhe numrin e daljes në vend votime. A ka qenë base ky qëllimi i Vlenit që nëse nuk mund të fitohet ndryshe komuna e Vrapçishtit të paktën të pengohet në arritjen e cenzusit? Mendimi është se, domethënë në opinion u kriju një bindje se kryetari aktual do të fiton edhe një mandat në komunë edhe atë me shumë gjast në rrethin e parë sipas bindjeve paraprake në opinion dhe mendoj se koalicioni Vlen nuk ka investu energji në komunën e Vrapçishtit për të bërë aktivitete dhe për të promovuar më tepër kandidatin e tyre në këtë komunë. Por janë fokusuar më shumë në komunat ku gjasat për të fituar ose të paktën për të shkuar në rrethin e dytë kanë qenë më të mëdha. Çka mendon për komunën e Sarajit? Çka ka ndikuar në mobilizimin? Ndan mendimin e njëjtë sikurse të Abilit dhe Xhenurit që ka qenë pikërisht dy figurat e reja freskimi i skenës politike në Saraj, që ka sjell këtë rezultat ose këtë mobilizim masiv të qytetarëve? Po, mendoj se përpos dy kandidatët përpos se janë prurje dhe figura të reja në politik, janë edhe dy figura shumë pozitive që në këtë zgjedhje kanë bërë atë dallimi ku kanë pasur një fushat shumë të relaksuar dhe pa shumë akuza kundër akuza ndaj njëri tjetrit, po kanë qenë shumë më pozitiv në krahasim me kandidatët e komunave tjera ku kemi pasur një fushat më agresive dhe një propagandë më të ashpër. Dakor. Tani ne derisa të kemi ndonjë lidhje drejt për drejt nga tereni ose rezultatet fundit, po rikthehemi tek ajo që ju ndërprejtë më herët profesor, tek ishit duke elaboruar aspektin e zhvillimit të komunave dhe për të rikthyer dhe për të lidhur me atë që diskutuat, për ta kujtuar publikut, ajo që nxorrët ju nga gjithaj konstatim që dha që ka një mungesë të bashkëpunimit ndërkomunal në komunat e Maqedonisë së Veriut. Veçuat fushatën e zotit Ademi si kandidat i bavar në komunën e Gosivarit dhe ishit duke bërë lidhshmërinë se si ka rezultuar suksesshëm një bashkëpunim mes komunës së Likovës dhe Haraçinës për ta eliminuar deponinë në... Nëse kishte pas. Nëse kishte pas. Aktualisht është një bashkëpunim që është eliminuar deponia në fshatin Nikushtak dhe aktualisht kur do bëni një program ose kur do bëni një plan, e ketë patjetër ta sqaroni pse bëni. Kjo ad hoc bashkëpunimi që ta eliminojmë këtë deponi, kjo është ad hoc. Nuk është zgjidhje afatgjatë. Nuk është zgjidhje afatgjatë. Tash ne flasim për një proces në të cilën do të ketë një farë lloj zgjidhje, unë thash vetëm te pjesa e mbeturinave, po ka pjesë të bujqësia, sektore tjera, sektorat e zhvillimit, sektoret të infrastrukturës, kujdi transportit e tjera tjera. Dhe kjo mungon. Edhe një gjë që më vjen shumë edhe nga këto, nga rajoni Pollogut, kështu komplet, përveç Tetovës, edhe te Arcës. E shihni Tetova te Arca është pjesa, nëse nuk gaboj, është pjesa veriore, apo ka kufiri i Kosovës. Ande edhe te Arca, ande edhe Tetova vjen ande. Shihni këto pjesë të tjera. Bogovinën, Vrapçishtën, keni edhe Gostivari, ku janë pjesa ku lidhën bashkë, keni shumë dalje të vogël të... Po, 36, 24. 36, 24. Me thonë, absolutisht nuk keni asë një farloj ideje atje ndalë se çka mund të bëhet në një pjesë e cila mund tjetë edhe jashtëzakonisht shumë profitabile ai vend, sepse është pjesa e Pollogut, pjesa e asaj që është më pjellore në atë pjesën andej. Do thonë, prej Tetovë deri në Gostivar, ajo rruga e cila prej këtu ku shkon është pjesa e djathtë, e shihni dalja është jashtëzakonisht shumë e vogël. Edhe kjo është alarmante nëse shohim kështu. Kjo është mungesa e mos pasjes të ide. Tash do të kthehemi pak te puna e Vrapçishtit
edhe pse te Gostivari kam qetër mendim, po te komuna e Vrapçishtit a nuk kanë mundur, domethënë bloku tjetër, pa marrë parasysh se kandidat opozitar, që të gjejnë, e kanë ditë se do të vinë zgjedhjet për kryetar komune. Domethënë çdo komunë befasi. Jo, në çdo komunë ekziston një heroj. A është sipërmarrës, a është mësues, a është profesor, a është bujk, a është biznismen, çdo vend, a është hoxha, etj. Pa marrë parasysh, ekzistojnë njerëz të cilët kanë një farlloj backgroundi pozitiv. Një reputacion. Një reputacion njerëzakonisht shumë të madh. Do thonë, nëse nuk kanë arrit edhe këto ta ballafaqojnë një kandidat të tjerë, do thonë kjo është me të vërtetë një farlloj, do thonë ti je më i miri unë në vendin tim, për tjera gjëra neve nuk na intereson. Edhe kjo, më falni, edhe kjo arriti, kjo ka bë që nëpër këto, kjo bashkimi i këtyre dy partive të mëdha politike ka bërë që njerëzit në atë aspektin psikologjik edhe të largohen. Te pjesa e Gostivarit, do thonë është një gjë tjetër, do thonë. Ne kemi një kandidat i cili, shihni, në 5 në 12 kanë nxjerr kandidat Vleni, 5 minuta në 12 kanë nxjerr kandidat Vleni. A ka pas para asaj ka pas një kandidat që ka qenë i pavarur dhe ka qenë i kapur edhe për, domethënë ka mund të jetë i kapshëm edhe për votuesin opozitar. Zoti Visar Ademi. Dhe këto nxjerrin kandidatin 5 minuta në 12, edhe aty mandej, edhe ato demoralizohen edhe votuesit e Vlenit do demoralizohen në këtë rast. Për arsye se 5 minuta në 12 nëse më nxjerr ti një kandidat, ajo nënkupton se ti më e ke dhënë prej zorit. E ke dhënë vendin sa për sy e faqe, neve të kemi diçka në komunën e Gostivarit. Do thonë, këto janë ato të cilët e kanë bërë që votuesin këto vende të dalë në këtë përqindje të vogël. Do thonë, unë shpresoj që të ketë barem cenzus se 32%, të ketë një farlloj cenzus 33%, edhe të kam dëshirë të ketë rreth 2. Gostivar kam qef të ketë rreth 2. Duke do të ketë. A dini pse? Për arsye vetëm që të dinë se kështu nuk fitohet komuna. Do të thonë, komunat nuk fitohen në bazë të asaj se ne i kemi votat tona dhe këtë e bëjmë. Dakor. Abdik, kemi lidhje? Dakor. Në rregull. Ne po vazhdojmë diskutimin këtu në studio me mysafirët tanë dhe në këtë drejtim Gjenor çka vlerëson, cila mund të jetë surpriza e kësaj nate? A mund të ketë ndonjë përmbysje ndjes apo ndonjë ringritje në këtë komunë? Surpriza. Po, cila sipas teje, nga prizme yt, nga ajo që ke ndjekur fushatën, ke qenë vazhdimisht aktiv në studio televizive për të ndarë mendimet dhe opinionet tua mbi aktualitetin këtu tek ne, dhe çka mendon se çka do të na befasoj kjo natë dhe kjo ditë e zgjedhjeve lokale? Në cilat komuna vlerëson se ka qenë gara më e nxehtë? Po dihet ajo, gara më e nxehtë ka qenë komunën e Çajirit. Vetëm në Çajir? Vetëm. Po. Ju lutem, unë do vendostu një direkte me kolegën e mine Ismaili, e cila është te Selia e Vlenit, te sheshi Skënderbeu, për na treguar, do të thotë, për atmosferën atje. Mine, përshëndetje, na thuaj për më treja si është atmosfera atje, festojnë apo çka po ndodh atje? Përshëndetje edhe një herë Avdi, po nëse po arritë të dëgjojmë edhe unë atje, pasi këtu është shumë, mund të them që ka nisur në një farë mënyrë festa e koalicionit Vlen, janë grumbulluar shumë njerëz dhe vetë se po shkon duke u rritur fluksi i simpatizantëve të këtij koalicioni që po mblidhen këtu në sheshin Skënderbeu përpara selisë qendrore të koalicionit Vlen dhe po vinë për të festuar. Po paskohet dëgjojmë prohorima, duartrokitje nga brenda pra zyra e selisë, të cilët me siguri po marrin informacione për vendosimet ku janë në epërsi. Duhet thënë se nuk kemi ende informacione zyrtare, por po shohim se qytetarët vetë se kanë nisur duke festuar, të cilët pra pak më parë kishte edhe kishte rigjarre. Në këtë mënyrë ata po e shprehin pra gëzimin e tyre për fitoren. Nga zyrtarët e këtij koalicioni nuk kemi ndonjë informacion për preskonferencën e radhës ku do të afundtohen pra informacione zyrtare. Në preskonferencën e parë që patën ata, thanë se janë në epërsi në Çajir, Tear, Zhelin,
dhe tetovë, mirë po për informacionit zyrtar do të presim që të na tregojnë neve, ndërkohë ne po shohim se grumbujt e qytetarëve vetëm sa po vinë dhe po shohin. Kjo është e gjitha që mund ta them për momentin, ndërsa në momentin që do të kem informacione të tjera zyrtare sigurisht që do të kërkoj të lidhem me ju dhe t'ju transmetoj. Emine, falemderit. Pra, tani po mblidhen njerëzit për të festuar, po flasim për një fitore të sigurt, pra, nëse janë mbledhur gjithë, do të thotë, edhe krerët e Vlenit apo jo aty në selin e Vlenit. Po, pak më parë kanë ardhur edhe ata, ju kanë bashkuar pra qytetarëve, ata janë brenda selisë, ku dhe po njoftojnë pra për rezultatet e vendvotimeve sigurisht, ndërsa simpatizantët janë jashtë, të cilët po grumbullohen këtu në sheshin Skënderbej. Atëherë, Eminu, në falenderoj, sigurisht ne do të lidhemi dhe një herë dhe dy herë dhe sa të ketë nevoja për të marrë informacionet më të fundit. Falemderit edhe një herë. Regjia më tregoni nëse mund të vendosim një lidhje me kolegët tanë që janë në selin e Aleancës Kombëtare për Integrim, pa ose në momentin që do e kemi, ju lutem informoni që të kemi edhe një pasqyrë se çfarë po ndodh atje. Abedini, ju mund vazhdoni tani të pjesa tjetër e studios, e pam apo jo festën që po fillon në selin e Vlenit dhe ju mund vazhdoni bisedën në pjesën tjetër e studios. Pa tjetër, falemderit Avdi. Në ndërkohë, Gjenur, çka mendon? Është fest e hershme apo janë vonuar? Orat e të gjysë, besoj që paka shumë e din dhe me thonë rezultatet deri tash zyrtare jo, po preliminare dhe me thonë me sigurisë i din, që duket edhe disa informate dhe me thonë që po më vinë disa shumit që i kam edhe nga shtabat që të dyja partë, me thonë kur përmendëm të surprizat, një po njerë thua që në Dibër ka surpriz. Surpriz ndoshta në aspektin e rezultateve, sepse gjatë fushatës kam dëgju ko gjatë fjalë të mira për kandidatën e Vlenit që e kanë nxjerrë aty, do të thonë për Fisnik Melën, e kanë lavdru shumica. Surprizë tem në atë aspektin që ne e dim se edhe në gjede parlamentare për në lokale Dibra çdo ka qenë bastioni i BDI-s, sidomos tash kur e bën koalicionin me zotit Aravari, supozohej që për konkurrencë të ditë, supozohej që në Dibër do të thonë Bindshëm do të fitojnë, po ja që nuk del. Kështu do me thonë, pavarësisht Dibranët votojnë personalitet. Kjo nuk do me thonë që Vlen ka fitu ati. Kush mendoni se është në e përsi? Thua që Fisniku është në e përsi. Nga këto informacione jo zyrtare. Jo zyrtare, gjithmonë jo zyrtare. Gjithmonë jo zyrtare. Edhe mendon që Dibra është befasia e kësaj note? Po. Në bazë rezultateve, por duke pas parasysh, si shtash edhe gjitha ato lëvdata që i ka marrë Fisnik Meri edhe gjatë fushatës që e ka zhvillu, për dikën nuk paraqet befasi, ndoshta për Dibranët jo, po për mu po, si shtash më herët duke krahasu edhe me rezultatet e kaluara, domethënë edhe atë rivalitetin që e ka pas BDI me zotin Bucesta atëherë me Ashën, tani u bashkuan dhe prap s'mund të fitojnë, por befasi për mua është edhe Saraj. Gjithmonë në bazë të asaj që flitet që Vlen është në e përsi, në qoftë se është ashtu, nuk është... Madje do të presim, do të presim edhe pak. Akoma herët për të bërë një... Po, për bërë një farloj interpretimi, naturisht. Okej. Dakor, Teuta, si komenton atë fez dhe atë të bim të qytetarëve para selisë koalicionit Vlen në sheshin Skënderbeu në Shkup? Mendon që është fez e hershme apo mbase dije edhe paraprakesh një gjë e tillë, sepse në këtë kohë zakonisht të bëhen edhe festojnë në dyja kampet, por që më vonë edhe largohet mjegulla edhe pastrohet situata reale se kush në të vërtet duhet fesoj, se nga përvoja e kaluar shpeshherë ka ndodhur që kanë festuar edhe humbje, është festuar edhe humbja për shkaktuar një mjegulli në opinion. Megjithatë, si vlerëson ti këtë tubim të qytetarëve para selisë koalicion Vlen? Është shenjë reale që zoti Mexhili është në përsi në komunën e Çajirit? Pra, është e vërtet se praktika në çdo zgjedhje është që pak pas mbylljes së vendvotimeve dalin të gjitha partitë dhe festojnë për të njëjtën në rastin konkret për zgjedhje lokale për të njëjtën komunë dalin gjithë kandidatët dhe festojnë. Mendoj se kjo bëhet për të mbajtur
disponimin e votuesve dhe atë energjinë pozitive, pra për mos rënë me njëherë euforia, për të mbajtur gjallë euforinë dhe entuziazmin, pra mendoj se është herët për të festuar. Rezultatet zyrtare duhet të priten nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, pasi që edhe në të kaluarën kemi parë shumë shpesh që një subjekt politik ka dalur për të festuar ose dhe ka shpallur fitoren e tyre, megjithatë më vonë ka dalë se ato janë humbës. Pra, rezultatet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve kanë qenë të ndryshme nga ato që ato i kanë kumtuar opinionit. Pra, personalisht mendoj se kjo festa është pak e tepruar. Unë do doja të shojmë edhe festën në Selina, festën, nëse mund them pra kështu, apo atmosferën atje në Selinë e Koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim duket në Çajir. E kemi kolegun ton Mevludin Imeri, me cilin tani do lidhemi drejt për drejt. Mevludin, përshëndetje. Çfarë po bëhet atje? Si është? Përshëndetje Avdi, vazhdojmë të qëndrojmë në Selinë e Bashkimit Demokratik për Integrim ose Aleancës Kombëtare për Integrim. Bujar Osmani, kandidati kësaj partie ose i këtij koalicioni, ishte këtu, po pak më herët e lëshoi Selinë dhe nuk e dim se ku ka shkuar. Dal nga dal nga Selia po largohen edhe aktivistët dhe zyrtarët e tjerë të kësaj partie dhe këtij koalicioni. Informacion zyrtar për rezultatin ende nuk kemi. Nga integristët na thanë se do të na njoftojnë përmes grupeve në rrjetet sociale, në WhatsApp dhe rrjetet e tjera. Atëherë pra, kjo është atmosfera atje, kjo është gjithçka që kemi themi dhe për informacionet nga AKI-ja do presim që na informosh ti Mevludin drejt për drejt nga vendi nëse do qëndrosh atje. Studio tani mund të vazhdoni ju me pjesën tjetër të debatit, Abedin. Patjetër, Ade. Ne po vazhdojmë të uta me atë që ishe duke thënë për festën para koalicionit Selisë e koalicion Vlen, për të vazhduar pasaj për të komentuar edhe atë pamje nëse na lejohet ta quajmë deri në këto momente, pamje shumë të qetë, për mos thënë të zbet, ose pamje ku në prapa vitë gazetarit ton nga tereni shije që nuk qëndron askush pra pasaj, po vazhdo të uta aty ku e la fjallën duke komentuar festën e koalicionit. Fotografia para Vlenit dhe ajo para BDI-s ose koalicionit që e kanë ato me parti tjera, është e tillë për shkak se mendoj se të dy taborët në këto zgjedhje kanë matur fuqitë e tyre për të përgatitur në një farë mënyrë për pushtetin ekzekutiv dhe jo për zgjedhjet lokale, pra jo për qeverisur me komunat. Qëllimi i tyre ka qenë që këto zgjedhje, ato e kanë interpretuar se si këto zgjedhje do të përcaktojnë se kush do të jetë koalicioni që do të jetë në të ardhmen e afërt në qeveri, pra ashtu është interpretuar gjatë gjithë kohës se rezultatet e zgjedhjeve lokale mund të ndryshojnë edhe përbërjen e koalicionit qeveritar. Atë që e quanin si referendum apo plebishit, koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim. Koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim i ka interpretuar këto zgjedhje në opinion si referendum, pasi ka pritur, duke se ka pritur një rezultat shumë më të mirë për ta, ndoshta janë zhgënjur nga rezultati dhe kanë shkuar. Prandaj edhe nuk kanë pasur arsye për qëndruar më shumë. Po, do të vazhdojmë gjenur me ty, por ta dëgjojmë një herë edhe Abilin për ta komentuar ose për ta bërë një paralele krahasuese deri në këtë moment i pam pra dy pamje. Ishte një pamje para Selisë së koalicionit Vlen dhe ajo nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim. S'do shumë komentu, jo? Jo, absolutisht s'do koment. E para, e dyta, marzha e gabimit, marzha e gabimit mund tjetë ndoshta 1% ose më pak se 1%, se në komunën e Çajirit qatë shumë ka qenë situata e tensionuar, si kutia e parë është numëruar kutia e kryetarëve të komunës. Edhe me njerë kanë pas dhana. Ne i dim strukturat partijake janë shumë më të shpejtë se Komisioni Qendror Zgjedhor. Ato i kanë informatat të dorës parë me njerë dhe kjo nuk është e rastishme që ndodhë.
E tash, a ka rreth dytë ajo këtu do ta shohim se nëse ka, dhe edhe ajo do të shifet se nga dy situatat. Teuta në vlerësimin e saj tha që mund ndodhë që mos tjetë rezultati i keq për AKI-n, po është një rezultat që zhgënjys ose nuk i ka realizu pritshmëritë e tyre. Dhe kjo do me thonë let hapër akoma mundësi që për të pasur edhe një rrët të dytë. Këtu kemi, të Vleni kemi triumfalizëm. Më thonë, që këtu kemi triumfalizëm, nuk kemi pres konferencë, ne jemi në përsi. Dhe nuk dalin këtu, nuk thënë nga kjo që e shohin, nuk kanë dalë, thënë se ne jemi në përsi edhe do të vazhdojmë të shohim rrethin e dytë, këto muhabetit që janë, po këtu kemi një farloj triumfalizmi, të pjesa tjetër s'kemi asgjë. Nuk kemi as një pres konferencë, ose diçka tillë ngjashme. Dhe thonë, kjo është ajo, po. Mbase konferencë para se të mbyllën vetë votimet, ka pasur nga dyja bloqe shqiptare edhe nga Vlen edhe nga Aleanca Kombëtare për Integrim, ka pasur konferencë për Shtyp, ku kanë komentuar për procesin e vijimit të zgjedhjeve dhe kanë deklaruar që është një përparësi që nga dyja anët do thotë i vlerësojnë si zgjedhje të lira demokratike deri në këtë momente që e përgëzojnë këtë proces që ka kaluar pa incidente. Për një orë e gjysë. Më thënë, unë mendoj se partitë politike kanë rezultatet jo oficiale për Komisionin Qendror, për ato janë oficiale. Por janë treguesi mjaftueshëm sa për absolutisht po. Se ato i kanë komisionerët brenda, këtë mos ta harrojmë, komisionerët e partive politike janë brenda. Do thonë dhe ato në epokën kur mund të flasin edhe dërgojnë informata, ato me një mesazh që tregojnë rezultatin dhe kjo është evidente, shifet. Nuk ka. Gjenor, sonte kush do shpërndaj e Fridolla në Çajër? Si duket këto të Vlenit, si dhura du t'ja u shpërndajnë AKI-s. U panë shumë zëra para shtabit të Vlenit, as një zë para shtabit të AKI-s dhe kjo nuk do ma shumë koment, por të regon edhe një fakt. Bujar Osmani sot tha Çajiri do të ndryshoj edhe në të armën rrjedhën politike dhe nivel shteti. Referendumin Çajir nuk kaloi, kjo do me thonë që referendumin nuk kaloi as nivel shteti. Dhe ai, me këtë narrativ që ai vetë tha sot në deklarat, ai mund sot parashot pensionimin e tij politik, jo vetëm ti, po edhe të koalicionit ti, të partisë ti, pamjet tregojnë të Vlen që kanë duke përgatitur edhe për fest, po në qoftë se edhe Tetova është epilogu i njëjtë sikur Çajiri, do me thonë koalicioni nesër pritet, ju qysh nesër pritet shkapërdredhja apo shpërndarja e koalicionit. Kemi konferencën për mediat koalicionit Vlen, tani që ftoj ta ndjekim dhe pastaj sigurisht edhe do e komentojmë. Hajde sen. Ju kësha lutë për qëtësie. Apo më film një heshtje. Stuja të. Hajde kredo. Hajde mundohem sa mëjtë. Problem. A ka mundësi u ketë me dalë me jashtë me festue, unë të jap deklaratën për mediume. Kena... خلاص بدين الصرفون دور جديد صار هاي ياخذوا فيه عمود ده
Qëlli qaterën, ej. Qëllëm terën. Hajde qaterën, veç tam. Vërgam, qëllë qaterën, vërgam. Vërgam, qëllë terën. Shko me mangat të jati. Hajde. Ju kësha lutë për qëtësi që deklarata shkojnë për media. Shfrytëzoj rastin t'i uroj fitoren Zotit Ahmeti dhe aty luftën për legitimitet në komunën e Plasnicës. Në Çajir fituan të gjithë shqiptarët dhe u pensionua një klasë politike shqiptare. Të dashur qytetar, të nderuar aktivist, vëllezër e motra shqiptare, sot me zemrën plot krenarie me njohje, dua të them me zë të lartë dhe të qartë, sonte fituan shqiptarët dhe sonte një klasë politike u pensionua, andaj urime fitoria dhe urime pensionimin kundërshtarëve politik. Çajiri sonte dëshmoi jo vetëm për nderin e tij, por e mbrojtja dhe nderin e gjithë shqiptarëve. Fitoria jonë sonte këtu nuk është fitore personale Izet Mexhidit, as vetëm e Vlenit, por është fitore e gjithë shqiptarëve. Është fitore një klase politike që erdhi në skenë për ndryshim, që solli ndryshim dhe vazhdojnë të bëjnë ndryshimin. Të falenderit Çajir dhe ju falenderit shqiptar. Dhe kjo është fitore e dignitetit qytetar, fitore e shpresës, fitore e së ardhmës që shqiptarët e kanë kërkuar dhe kanë fituar me votë të lirë. Kur jam këtu, dua të shpreh mirënjohje më të thellë për gjithë ata që bën të mundur këtë proces. Falënderim për institucionet që garantuan një proces të ndershëm e demokratik, për vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar, për organet e rendit që ruajnë qetësinë dhe rendin. Por mbi gjitha i falenderoj aktivistët tanë të jashtëzakonshëm, organizatën e trive e të grave që punuan ditë e natë, si dhe votuesve tanë besnik që me guxim, me shpirt, me zemër na dhënë këtë fitore historike. Po ashtu duhet t'i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në këtë garë elektorale dhe t'i përgëzoj për suksesin e arritur. Vota e sotme për ne është kurorëzimi një rrugë që e nisën para një viti me dinjitet e besnikëri. Atëherë shqiptarët kërkuan ndryshim, kërkuan shpresë, kërkuan dinjitet dhe sot ajo kërkesë u volos me votën për vlen. Sot qytetari foli dhe u shpreh qartë, mjaft më me mashtrime, mjaft më me folklor, mjaft më me premtime boshe. Oferta jonë fitoi sepse ne ofruam punë, vizion dhe besim. Ne nuk i friksuam njerëzit, po i frymëzuam. Ne nuk i ndam qytetarët, por i bashkuam. Dhe për këtë qytetari na shpërbleu me votë dhe besim. Në anën tjetër, kundërshtarët tanë s'kishin asgjë për të thënë. Ata bën një fushat të zbrazët të dëshpëruar. As ekstremizmi, as gjua e urrëties, as tentimet për të ndezur ndjenjat nacionale nuk i shpëtuan. Sepse shqiptarët nuk mashtrohen
mos sot qytetari shqiptar tregoj pikuri politike dhe e dërgoj në pension politik në klasë të vjetër e të vjetruar një politik të konsumuar. Prandaj sonte po i drejtohem kundërshtarit tim politik, Ali Ahmetit, me plot respekt, por edhe me qartësi, ky çasti kur duhet të tërhiqesh. Vota e shqiptarëve të dërgoj në pension politik, kështu që uroj nga zemra ditë të qeta e të gjata pensionit. Koha e vjetër mbaroi dhe po fillon një kapitull i ri. Kjo fitore është fitore e popullit shqiptar, e secilit aktivist, e secilës familje që besoi, punoi dhe votoi për ndryshim. Prej nesër fillon puna e madhe. Prej nesër vazhdojmë të punojmë në të ardhmen tonë me guxim, me përulësi dhe me përkushtim ndaj qytetarit. Si dhe të dëshmojmë se ndryshimi nuk është vetëm fjalë, por vepër. Urime fitoria shqiptarëve, urime fitoria shpresës, urime fitoria së ardhmës, rrov vota lirë, rrov vlen. Mirë, do të ndjekëm edhe konferencën për media tani më të kryetarit të komunës së Çajrit, zoti Izet Mexhitit, për të kaluar fjalën Abedinit në pjesën tjetër studios dhe për ta komentuar këtë. Faleminderit, Avde. Po vazhdoj me juve, Abel. Si e komenton këtë krem tim të fitores dhe këtë fjalim të zjartme për plot emocione edhe me një jashtëzakonisht me një përmbajtje të fjalimit që tregon një triumfalizëm kundrejt ish bashkëpartiakëve të tij, ish liderit të tij Ali Ahmetit, ku i uroi fitoren komunën e Plasnicës, ndërkaq e pagzoi fitoren e tij në komunën e Çajirit. Mirë, ato janë ajo fjalim normal, është domethënë politik, pak të ketë, por nëse ndëgjum të krejt komplet fjalimin e Izet Mexhitit, atëherë ishte një fjalim korrekt, domethënë e para ju falenderoj gjithë qytetarëve, edhe ato që votuan për te, edhe ato që nuk kanë votuar për te. E para e dyta ju votoj të gjithë pjesëmarrësit që ishin aty. Kemi një përmbajtje, domethënë nuk kemi një egzaltim të fitores. Ajo më shumë ka emocional kur i tha për Plasnicën. Edhe është normale, domethënë arsye psikologjik tash, domethënë gjithë kjo ky tension psikologjik që kam pas, është normal, ndoshta ndonjëherë që të përdoren këto, por ishte në korrekcinë e tyre. Më thonë, informatat janë ato, më thonë, kjo është e cilët bëhet, ta shohim të ardhmen se si do të zhvillohen këto gjërat interesante politike, me këtë dalje, ato me këtë dalje 51%, habije madhe, dhe më thonë se çfarë mobilizimi bëri dhe si e pru fitoren deri këtu. Është habi, kur e përmendi 51%, po edhe dalja e shumë. Zakonisht, kur ka shumë dalje, kjo tregon mobilizim, pak nacia ndaj pushtetit. Absolutisht. Nëse këtu ka ndodhe kundërta. Kjo është për të habit. Fjalimi i zotit Izet Mexhiti në fillim ishte emocional. Nuk diskutohet ajo. Por më pas ishte racional dhe me kulturë politike, natyrisht, pa ofendime, ishte një fitore ndoshta më e rëndësishme në karrierën e vet politike. Pa pikë diskutimi. Që ka bo vet. Fitoria më e rëndësishme në karrierën politike të Izet Mexhitit është fitoria e sotme. Vetëm një moment, po flasim për një kandidim nga pozicioni të qenurit ministër dhe zëvendës kryeministër dhe me mbështetje absolute të pushtetit dhe me deklarata publike të kryeministrit të vendit Christian Mickovski, i cili deklaron se po Izet Mexhiti gëzon mbështetjen time të plotë dhe gjithë establishmentit qeveritar. Dhe tani, është vet apo e ka pasur edhe pushtetin pas vetës? Tani, kjo dukuri mes mbështetjeve mes partnerëve qeveritar ka ndodhur në kalumën. Kujtesën e kemi të freskët. Dakor, unë vetëm vështri 2021, zoti Zajt ka marrë pjesë në tubimet e BD-s, domethënë, pjesë bukvalisht te Visarganiu konkretisht. Sikur se këtë vit që tani është edhe një tjetër gjë, Abedin. Zgjedhjet parlamentare Izet Mexhiti i fitoi si bartës liste i Vlenit me 2700 vota. Diferencë, duke qenë në opozitë. Atëherë. Tani duke qenë pushtet, unë nuk i dim rezultate, pa besoj që është rritur kjo diferencë. Edhe me mbështetjen që thoni zotit Mickovski, po këtu, decide kanë qenë votat shqiptare, pa diskutim. Mos ta mjegullojmë situatën. Në zgjedhjet e fundit parlamentare 8 maj 2024, zoti Mexhiti nuk ka qenë opozitë, ka qenë nga pozita e deputetit.
Ka pas mandatin e deputetit kur ka rikandiduar, ka pasur një parti politike, do me thonë... Mirë, do me thonë, ajo umbrella me të cilin ka kandidu ka qenë opozit. Tani është më ndryshe. Një situatë komplet ndryshe. Nëse e bëjmë kështu. Patjetër, vetëm e kisha aty dilema se u pajtua tabel ju me gjenurin dhe shtriva një pyetje kritike mbi këtë që ju e pozicionuat zoti Mexhiti si të vetmuar, një politikan i vetmuar që ka garuar dhe ka fituar. Edhe çështja është, madje të marrë edhe mendimin e Teutës pastaj për të rikthyer tek ju. Teuta si vlerëson ti? A ka qenë Izet Mexhiti i vetmuar në këtë garë, apo nuk mund ta konsiderojmë të vetmuar një politikan i cili kandidon nga pozita e ministrit, zëvendës kryeministrit dhe gëzon mbështetjen e plot nga qeveria? Nëse analizojmë edhe rezultatet e zgjedhjeve të kaluara, dihet se Izet Mexhiti ka të fokusuara votat në territorin e komunës së Çajirit. Do të thënë, këtu e ka atë bastionin e tij, nëse mund ta quajmë ashtu. Natyrisht se nuk i ka munguar mungesa e partnerëve të koalicionit, qoftë koalicionit vlen, qoftë edhe koalicionit qeveritar, megjithatë unë vlerësoj se ai nuk ka qenë vetëm, megjithatë ka dhënë shumë energji në këtë fushat dhe pjesën më të madhe të fushatës në pjesën më të madhe të fushatës, në organizimin dhe mobilizimin e qoftë të strukturave, po qoftë edhe të aktivistëve dhe votuesve ka qenë i vetëm. Kjo është një fitore, pajtohem edhe unë se kjo është një fitore shumë e madhe për zotrin Mexhiti, njëkohësisht një fitore shumë e vështirë në atë aspekt, sepse kjo është shansa e fundit për Izet Mexhitin për ta dëshmuar veten në Çajir, sepse dihet se tashmë një kohë ai fillimisht ka pasur 3 mandate në këtë komunë dhe më pas si ka qenë një kryetar në anhije i Zotit Ganiu ke fjalën për 8 vitet e fundit. Po dhe nuk kanë kurrë sukses në aspektin e realizimit të projekteve dhe kjo është shansi i tij i fundit në Çajir për të përmirësuar gjendjen e kësaj komune. Mbase është herë stabil për ta parashtruar këtë pyetje, mirë po me që pam një kremtim fitorje me plot entuziazëm dhe me bindje absolute dhe ne po qëndrojmë në atë vijë edhe pse akoma nuk kemi rezultate zyrtare. Po në këtë drejtim, si vlerësoni Abel, ka fituar Izet Mexhiti apo ka fituar Çajiri? Në këtë rast, jo, të thonë nëse Çajiri ka vendosur që t'i jep të drejtën e votës zotrit Izet Mexhitit, ka fituar Çajiri dhe Izet Mexhiti në këtë rast. Por do lidhem në atë fushatën. Fushata e Izet Mexhitit dhe Bujar Osmani ka qenë individuale. Në thonë, ka pas tek tuk mbledhina, mbështetje prej anës, por nëse i shef ato të dy garuan bashkë, sidomos në 10 ditët e fundit kampanjës ka qenë komplet bashkë. Më thonë, nuk e kam pa kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim vijen Çajir. Më thonë, t'jap mbështetje, sikur kemi ditë, t'jap mbështetje Izet Mexhiti që e tha Gjenuri Shumire, tha, është fitoria e parë vetë që e ka bë Izet Mexhiti. Më thonë, ka qenë komplet një fushat, krejt ndryshe. Ka qenë politike, nuk ka pas ndërsa programe, po kjo ka qenë individuale e të dyjave. Më thonë, për rastin që e përmend, ka zbrit prej nivelit qendror dhe ka ardhë në nivelin lokal, ajo është diçka tjetër të cilën ne do duhet ta ndjekim tash se si do të punojnë si kryetar. Jo, dakord, unë kisha fjalën se sa ka ndikuar si përparësi kandidimi i tij nga pozita e qenurit edhe pushtetit sa herë të përparësi. Pushtetit të sa herë përparësi. Por ama edhe se pendërpres edhe kemi qenë edhe në kalumën. Çdo herë shqiptarët kanë votuar në zgjedhjet lokale për atë parti që është në pushtet. Kur e përmendja atë jargonin sportiv pole position. E ti nga prizmi se vlerëson këtë mënyrë të votuarit. Është e çelluar apo e gabuar Gjenor? Tani po shohim që është prapë njëjtë. Unë kam menduar. Jo, unë u shpresoj që qytetarët duhet votojnë për profilin e kandidatit. Unë jam mos e i bindur që për shembull në Dibër, në qoftë se ato janë sakta, me plot bindje e them që këtu nuk ka fitu Vleni, ka fitu Fisnik Mela. Nëse ka fitu, natyrisht gjithmonë me fjalën nëse. Ka përjashtime këtu. Tash edhe merret që kemi ende votues tifozne, por ajo që është më e rëndësishme.
të dy palët, dhe me thonë, ora 6:30 ku mbajti pres edhe Arborademi, po edhe Vleni. Po. Thanë që zgjedhjet janë korrekte, fair dhe pa paregullsi. Ja, kjo është fitore e demokracisë. Edhe është një gjë interesant, vetëm këtu te Vleni duel me lojtarët e parë në këtë zgjedhje. Më thonë, i kishte lojtarët e parë, kishte Izet Mexhitin, Bilal Kasamin, më thonë me ekipin e parë duel. Fatmir Timani. Fatmir Timani, po se harova. Dhe më thonë, këto dulen me shallonin e parë. Ka ana tjetër, këto liderët e Aleancës Kombëtare për Integrim nuk dulen me shallonin e parë. I dulen me shallonin e dytë në dulen zgjedhje. Edhe këtë duhet ta dimë, do të thonë, nëse këto e dhanë maksimumin në zgjedhjet lokale dhe u kundër përgjigjen asaj të cilën e thanë pjesa e kësaj aleancës tjetër, Aleanca Kombëtare për Integrim. Edhe këtu ka të bëjë kjo shumë. Edhe për atë them individualizmi i këtyre kandidatëve, si e përmendit Gjenuri, edhe te Mela, te Fisnik Mela, edhe te Izet Mexhiti, edhe te Bilal Kasami, edhe te pjesa në Struk, te Zotri Qyra. Më thonë, është puna, se këto kanë bërë kampanjë, e kanë zrip kampanjën individuale, poshtë e kanë zrip. Edhe kanë shku me ekipin e parë. E tash, pse nuk kanë pas ekip të parë në për vendet tjera ku ka rënje të votës, përmendëm, edhe vrapshisht në Gostivari, kjo ka ndodhë, po shpresojmë të ardhmen do ta mësojnë leksion. Definitivisht. Se kjo që tha Bili, nëse shikohet edhe nga prizmi kritik, tani qytetarët din vlerësojnë edhe komentojnë edhe ata mendimin kritik e kanë zhvilluar në nivelin e duhur, që sa është përparësi kur kandidatët pra leadershipi i partive politike del në garë me kryetarët e partive politike, pra kjo sa mund tjetë përparësi ose që e siguron një fitore bindëse, aq mund të shihet edhe si një mangësi që nuk krijohet hapësirë për gjeneratët e reja dhe për figura tjera pas tyre. Po në këtë drejtim, Teuta, çka mendon ti në komunën e Çajirit? Është fitore e merituar e Izet Mexhitit, ndan mendimin e njëjtë sikurse të Abilit dhe Gjenurit, pra bashkëbiseduesve, se është një fitore për cilën ka punuar shumë zoti Mexhiti, që e ka merituar, apo është një fitore e cila ka ardhur si rezultat i të qenurit Vleni në pushtet? Mendoj se ka ndiku shumë pjesa e, si që tha dhe profesori, e fushatës individuale që ka bërë Izet Mexhiti në Çajir. Ndikon edhe ajo që Vleni është në pushtet. Atëherë, idealja do të ishte që pushtetin lokal dhe pushteti ekzekutiv të mos kenë një dhe me thënë të jenë të ndara, pozit-opozit, me gjithatë në të kaluarën kjo ka dëshmu se nuk funksionon ashtu dhe rastin më të freskët e kemi këtu në qytetin e Shkupit, ku kemi një kandidate që nuk është pjesë e qeverisë dhe që ka dështuar shumë në menaxhimin e qytetit e Shkupit dhe mund të themi se është një ndër kandidatët që ka pasur më shumë dështime në menaxhimin e kësaj e qytetit e Shkupit, pra mendoj se ka ndikuar, ka pas një ndikim të madh fushata individuale që e ka bërë Izet Mexhiti në komunën e Çajirit. Dakord. Në këtë drejtim, ne derisa të kemi edhe rezultatet e fundit përditësuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, kisha dashur të komentoj edhe aspektin asaj që ne në hyrje përmendëm, thamë që në këto zgjedhje lokale ka pasur një parafushat, pra një fushat më të hershme se sa ajo zyrtare që duhet filloj zakonisht. Megjithatë, edhe profesori teksa elaboronte mendimin e tij fillestar hyrës, përmendi që ka pasur një narrativ që më shumë këto zgjedhje lokale të nacionalizohen, pra të jenë përtej komunave, që rezultati i zgjedhjeve lokale mos determinoj vetëm fatin e komunave apo kryetarëve të komunave të arshëm për 4 vitet që vijnë. Në këtë drejtim, edhe nga kjo fitore e deklaruar nga vetë Izet Mexhiti deri në këto momente, a mendoni që këto zgjedhje lokale, ky rezultat posaçërisht në komunën e Çajirit, do t'jetë edhe determinues i fatit politik të shqiptarëve posaçërisht në kampin shqiptar? A do të kenë ndryshime apo do të vazhdohet me avazën e njëjtë? Të shpresojmë se të ketë ndryshime,
të presim një gjenerat e re. E dini si, dhe në zgjedhjet parlamentare në këtë studio kemi thonë, në të njëjtën e kemi thonë se qytetarët kërkojnë një farë ndryshimi. Më thonë, ndoshta ndryshimi nuk e arritën nga kjo pjesa tash që paraqitet si pozitë ose opozite atërshme, por ja që këto po e tregojnë vetën se mund ta bëjnë ndryshimin. Tash do të ngelet një barë e madhe për këto që janë tash në pozitë, sepse po fitojnë qytetet të rëndësishme edhe vendet të rëndësishme. A do t'jetë determinuese për të ardhmen e politikëbërjes shqiptare, tash unë nuk jam bashkë i thirrur për këtë çështje politike më shumë se xhenuri, por ama e di një gjë se ne kemi si shtet, kemi shumë gjëra të cilat i kemi prioritet dhe do duhet bëhen. Më thonë, prej hapjes bisedimeve, negociatat për Unionit Evropian, deri te kriza ekonomike dhe kriza edhe këto krizat të cilat na paraqiten edhe te dotja, te gjëra tjera. Më thonë, me këtë e thamë kështu. Por ama tash do duhet të jetë kjo determinuese, a do të paraqit leadership të ri. Më thonë, kjo pjesa fituese në këtë pjesë, do duhet të shohim të ardhmen. Gjatë zgjedhjeve ato nuk biseduan për këto çështje, do të jemi korrekt. Nuk është biseduar se do të kemi, për shembull, hapje bisedime me Unionin Evropian e tjetër se do të bëjmë ndryshim. Po tash nëse ato tregon se kanë rezultat pozitiv, do të kenë edhe nga ana e, si them, do të kenë atë kartën fituese që të mund edhe të hyrë në ato bisedime që janë më të rëndësishme për vendin. Dakor. Gjenur, me që jemi në prag të përfundimit të panelit të parë, shkurt me pak fjalë, çka mendon ti, a do të ketë ndryshime në këtë përbërje të dy kampeve shqiptare? Më thonë, fitoria Izzet Mexhidit e deklaruar në këto momente nga vetë ai, a do të ndikoj që Izzet Mexhidi do të kërkoj të bëhet lider i vlerit, apo do të ndodhen ndryshime tjera në skenën politike shqiptare? Vetëm të lutem shkurt. Gjithmonë, në qoftë se i referohemi vetëm këtyre rezultateve që po i shpallin, domethënë rezultate preliminare jo zyrtare, kjo tregon që Izzet Mexhidi natyrisht nëse e fiton edhe Saraj, sikur që po thuhet, po edhe Bilal Kasami që thuhet që fiton te top, do të rritin ambicet për lider të vlenit. Por në anën tonë kemi edhe një lider tjetër të fortë siç është zoti Bilal Kasami, por unë besoj që të dy do ta dëgjojnë mesazhin që ja u dhan sot votuesit shqiptar vlenit. Cili është ai mesazh? Se vleni qysh nga nesër duhet të shkrihet më njëherë në një parti të vetme dhe të gjendet kompromis, ti tejkalojnë egot, nuk po flas vetëm për që të dy ti tejkalojnë, të gjendet një falloj kompromisi që vleni e para të bëhet një parti. Ndërkaq për oponencën mendoj që qysh nesër do të ketë rikonfigurime në opozitën shqiptare. Dhe kjo do ta përshpejtoj procesin e reformimit. Por që këto rezultate do të ndikojnë edhe në ato komuna që kanë mbetur rreth dyt. Do të thonë, nga sonte vleni është në epërsi psikologjike edhe në ato komuna ku janë në rrethën e dytë. Ju po thuani ta shohim nëse edhe rezultatet do të jetë në pajtueshmëri me këtë që gjithmonë me këto. Edhe një herë, do të thonë, faleminderit për kohën që na dhat sot. Ta shërim këtë maraton, po, me që jemi edhe në fund të emisionit. Po, pa tjetër, kënaqësia ishte jo në Teuta. Çka mendon ti, a do të ketë rikonfigurim të subjekteve politike shqiptare çdo herë duke aluduar në dy bloqet ekzistuese që janë? Ky rezultat i deri tanishëm, a do ndikoj që të ketë një riformatim të skenës politike shqiptare? Vetëm të lutem shkurt. Po, mendoj se ky rezultat në rast se ka fituar siç pretendoi më herët zoti Izzet Mexhidi, në rast se kanë fituar shumicën e komunave, do të jep më shumë siguri koalicionit në qeverisje, pra në koalicionin qeveritar, dhe nuk do ta ketë atë bagazhin e humbësit të zgjedhjeve, do të thënë atë që edhe pse i humbi zgjedhjet u bë pjesë e qeverisë, në rast se fiton zgjedhjet lokale, atëherë do të jep shumë më tepër siguri dhe shumë më tepër kredibilitet para qytetarëve. Natyrisht se mendimi im është se opozita shqiptare do të vazhdoj që të kërkoj zgjedhjet e parakohshme dhe rikonfigurim të partive shqiptare në qeveri, duke u thirrur në temat nacionaliste që nga hyrja e vlenit në qeveri vazhdon të jenë akoma aktive. Po.
Dakor, faleminderit shumë Abel për prezencën, faleminderit Teuta, faleminderit Gjenot. Ndërkaq unë kërkoj nga kolegu Avde nëse mundet na përditësoni me dhënat e fundit nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, pastaj për të rikthyer me panelin e dytë me mysafirë të tjerë të ftuar këtu në studio. Avde dëgjohet? Po, Abedin, unë propozoj që fillimisht të bëjmë një shkëputje të shkurtër, një pauzë të shkurtër dhe pastaj të rikthehemi në studio me rezultate preliminare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, të cilat do jemi si bazë për pjesën e dytë të debatit në studio me panelistët e ri. Mendoj se do jetë më mirë kështu Abedin dhe sigurisht ne këtu do bëjmë një shkëputje të shkurtër për të rikthyer pas disa minutash me panelistë të ri dhe me rezultatet preliminare nga KSZ-ja.